Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga unë Pap Kodra dhe nëpër drejt nga stadiumi Arena Edem. Luhet sot java 9, java e fundit e fazës parë mes Partizanit 18 vjeçarëve dhe Teutës. E gjithçka gati nis pra me topin e parë shkëlmuar nga Ergit Hyka, Hoxha tashmë tek Kamberi. Tira e madhe drejt portës Qefalis, i drejtos zonës, nuk godet dhe mundësia kryesuese ndër Qefalia që mbyll gjithçka. E asiston të majt për Kryeziun, krosimi fort, mundësia e mirë për Partizanin. Dhjari në zonë, provon krosimi gjithmonë Brian Dhjari. Ka 11 metrash për Partizanin. Le të shikojmë Hyka përballë Krujës. Moment decisiv. Nisat Hyka e godet dhe shkon rjet. Zhbllokohet sfida dhe pse Kruja e ka kuptuar krahun, por Ergit Hyka shënon golin e tij të numër 11 në këtë kampionat. Merr përgëzimet dhe festa e skuadrës kuqe. Ta shijojmë në këtu në Arenën e Demave. Suksesin e parë të Akademisë Partizan në këtë javë. Hyka, parabla që shkon drejt zonës, por mbyllet edhe një herë, ka mundësi Ergit Hyka. Asistimi drejt Hoxhës, mundësia goditse, e godet Hoxha dhe shkon rjet. 2-0 Partizani, shumë shpejt skuadra e kuqe gjente golin e dytë. Fal këtyre kombinimeve provoi me atë parabël Hyka me pas asistimi, ndërkohë që Hoxha me lëvizjen e tij edhe goditjen e mëshme ka mposhtur Krujën për të dytën e herë radhazi brenda pak minutash. Topi drejt Hykës, ideja mjaft e mirë e Jon Çaushi, gjithmonë Hyka heziton të godas, lëvizje e bukur për Hoxhën, i cili e kalon tek Zekaj, mundësia goditse, heziton të godas të parë, tashmë Hoxha e godet dhe bllokohet nga mbrojtësi. Edhe një provon Zekaj, e tashmë Sallaku. E godet dhe Sallaku dhe shkon rjet 3-0. Flavio Sallaku. Një djath potente ngjitur me shtyllën e djath ka shtangur për të qenë Kruja për të tretën herë në këtë pjesë të parë. 3-0. Dyshes Vyshka dhe kombinime të mira Hyka. Krosimi është i fortë. E ka Gripshi. Mbyllën me sukses nga Jon Çaushi, i cili nis me shpejtësi Zekan. Lëvizje e bukur e Zekajt, i jep mundësi Ergit Hykës për të nisur në të majt. Gjithmonë Hyka shikon drejt zonës ku ndodhet Hoxha, gjithmonë Hoxha. Lëvizje e bukur kërkon Zekaj, krosimi për të, por nuk arrin dot. Doçi. Shkon një mundësi mjaft e mirë, goditja jashtë kuadratit. Krosimi rrezikshëm, provon Huna. Goditja vjen dhe goli i parë. Shënon skuadra e Teutës. Çaushi, mundësia goditëse. E godet me forcë dhe jashtë kuadratit. Potente kjo goditje. Është Zeka gjithmonë. Provon i vetëm. Krosimi. Ndërkohë që Sallaku e godet dhe çon në rjet. 4-1. Flavio Sallaku, ndërkohë protestat dhe kartoni verdh për lojtarin e skuadrës të Teutës. 4-1. Ka një pretendim, por nuk ka vlerë. Tashmë është Flavio Sallaku që shënon në golin e dytë personal në këtë sfidë të katërt për Partizanin. Nuk ka më kohë mbyllet këtu sfida e javës së 9 mes Partizanit e Teutës për grupmoshën e 18 vjeçarëve. Këtu mbyllim të fazën e parë. Momentalisht jemi në kodën 22 pikë, po sa Tirana, por që ishte një fitore shumë e rëndësishme ndaj një kundërshtar i vërtet të fortë.